الذي لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Falënderimi dhe lëvdatat më të sinqerta i takojnë Allahut lartë madhëruar që na dha mundësinë edhe një herë të mbërrijmë Kurban Bayramin, ditën e vlerës së lartë të jetës, bashkimit dhe të vllazërisë. Salatet dhe selamet, përshëndetjet më të përzemërta janë për të dashurin e zemrave tona profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka cilësuar Bayramin si ditë gëzimi dhe ditë hareje. Të nderuar besimtarë e besimtare, sot është Bayram, është koha për të qenë më pranë njëri tjetrit. Është dita për të shpërndarë gjithandej lumturinë, shpresën dhe falënderimin e të qenit besimtar në festë të vërtet. Duke nisur nga njerëzit tanë më të dashur, prindërit që meritojnë mirënjohje pafund, bashkëshortja apo bashkëshorti dhe fëmijët që meritojnë të jenë më të gëzuarit në të ditë Bayrami. Le të shpërndahet kjo atmosferë bekuar tek të afërmit, komshinit e deri tek çdo shqiptar të gëzojë në ditën e sotme. Sot është dita që për hatër të Allahut të lëmë më njanë zemërimet, armiqësitë dhe hatërmbetjet. Siç dihet, jeta është e shkurtër dhe kalimtare. Dita e gjykimit dhe jeta e përtejme pret gjithsecilin prej nesh. Të përqafohemi dhe të unifikohemi, të shtojmë miqësitë dhe të vëllazërohemi, sepse Bayrami ka kuptim kur shpirti i tij depërton në shpirtin ton, zbut zemrën dhe e kthen butësinë në veprim. Ky bulevard në Bayram është dëshmitar i shpirtit të lartë besimtarit shqiptar. Vllazëria, paqja dhe uniteti janë fjalë të bukura në fakt dhe duken të thjeshta, por siç e shohim, bota nuk di të jetojë në paqe. Dalin në pah pretendime dhe kërkesa që shpërfillin një nga gjërat më të shenjta, jetën e njeriut. Rezultati është mëse i njohur, mëse i ditur, është errësirë totale. Dhe errësira mbulon çdo ndjenjë dhe mëshirie. S'ka mëshirë as për të mëshuar, as për gra e as për fëmijë. Vula e zullumit është njësoj gjithandej pa dallim race dhe pa dallim feje. E pra, në këtë Bayram Allahu ka një mesazh për mbarë njerëzimin. Thikra e Ibrahimit alayhis salam, sado e mprehtë që ishte, nuk e prehu dot Ismailin alayhis salam. Ky ishte vullneti i Allahut. Mesazhi i tij ishte i qartë mbi të gjitha jeta e njeriut. Ky është edhe mesazhi i Bayramit. Ky është edhe mesazhi i muslimanit shqiptar i cili tregon botës këtë kuvend të sotëm paqeje. Këtë tubim drite dhe me gjuhën e veprës i thot atyre, s'ka përse të grindemi, në tokë ka vend për të gjithë. Dhe kjo është e duhura në një botë ku ka gjithnjë më shumë ndarje, luftë dhe padrejtësi. Ne si besimtarë duhet të jemi pasqyra e paqes dhe e mëshirës, jo vetëm në fjalë, por edhe në vepra, jo vetëm ditën e Bayramit, por edhe jashtë saj. Na bëj o Zot këtë Bayram fillimin e fundit të çdo lloji grindjeje, lufte dhe armiqësie. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.